Enes ibn Malik radiallahu an thot, nuk di do një hadith që më freskon edhe më ban let dunjajen si që ki hadithi. Thot një dit për ditve i kom thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ti ki dosta të mdoj si Ebu Bekri, nga se Enes ibn Malik me zërë kon i ri, edhe kur ka vdek pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam o kon shumë i ri. Thot i kom thonë, ja Rasulullah, ti e ki Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun, ato njerëzit të mdoj, i kini vepra të mdoj, unë së një mri juve, po pe kam këtë ciklet se unë së pëmuj mi ba pun të juve. I ka thonë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, njeri është me atë çka i do. Thotë në Malik, me që këtë adit se ari jap flat vetës, se une e du Ebu Bekrin, e du Omerin, e du Uthmanin, e du Aliun, pra i du ata. Andove zë njeriu, nëse nuk ka shumë vepra, çka mundet me i ofrue Zotit madh te bareke ve teala? Duje. Andaj Abu Darda radiallahu an, një ditë për ditë i ka taku disa njerëz, dhe ju ka thënë, a jeni ulema ju? Jo, ka thënë. A jeni nxënës dijes? Jo, ka thënë. Në fund i ka thënë, atëherë mos ju ike dashnija për këta. Vinere dhe zesë, qëfar këshillë ju ka thënë? Ka thënë, a jeni ulema? Jo, valla s'jena. A jeni të kërku ilm? Jo, s'jena as këta. Ka thënë, runë mos t'ju rrejeni ata, e pak ta fitoj e dashnijën për ta, e shpërblejështë Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga se njeriu është me atë çka e do. Njeriu është me atë çka e do. Thot, feja leha ni'metun alal muhibbin sabigha. Thot, çfarë begatije e gjanë dhe e madhe por njerëzit që e dojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Njerëz të cilët titullin e marrin të Zoti, ki e do Zotin, ki e do Allahun subhanahu wa ta'ala. Pas e thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, duke e shpjeguar në poezin e tina të gjatë, të cilën do të kalojna, se si domthon udhton besimtari me dashurinë e tina për Allahun subhanahu wa ta'ala, me dashurinë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka filluar të shpjegon se dashnia nuk është çështje pretendimi, por dashnia është çështje vërtetimi. Por na tash për shembull unë më fol për dashni sa dush. Por shembull ti vini re vetë këtij dallimi shumë e rëndësishëm, do ta shpjegoni Ibn Qayyim el-Juzeyy. Njeriu mundet me shpjegu dy veta që shduhen në mënyrë profesionale. Tash na të shpjegu për dashni. Kjo ka dallim. Na mujna me fol sa e ka dashur Ebu Bekri Siddiku pejgamberin alayhis salatu wassalam. Muna me shpjegu shumë mirë, çish e ka shpjeguar lemat. Mirë po, a i bje kjo që ti e do pejgamberin sa mësia? Jo. Ti me që tu kallëzu çish që ke e do që ta. Ke në rregull. Ti poeti është çujt poet sa i di me përshkruajt. Poeti thot, a e di beso shumë mendoj ke. Ky a e di sa do ke ket. Kjo a e di sa do ke atë. Ke në rregull. Po ti si je ai? Andaj të pretendosh dashuri apo të shpjegosh dashuri, të ligjërosh për dashuri dhe të dashurosh janë dy gjëra të ndryshme. Ligjërimi për dashuri jo i vet, edhe dashuria vetvete është këtë diçka tjetër.